Ajo që më ka ndodhë prej përvojës si hoxh, më ka ndodhë shpesh me pyet xhamat që mirën me futboll, konkretisht profesionalisht, puna e namazit. Edhe agjerimit. Për shembull, më kanë thonë disa djemë që mirën me sport, për shembull se kur jemi në trajnime, trajneri na ndalon neve agjerimin nëse është Ramazan se domon trajnimi është i zorshëm domon. Çka u them me këtyre njerëzve domon? Çfarë fetva ju japim atyve për punën e namazit dhe për punën e agjerimit domon kur janë namazi janë çështje më e lehtë pak për sportistin sepse mundet me pa ma ka trajnimi 3 orë, 4 orë për shembull dhe s'ka çka të bën me namazin. A ka drejt me lënë namazin për futboll? Jo, në asnjë farë mënyrë nuk lihet namazi për futboll. Po në fakt nuk lidh namazi as për atë që luan profesionalisht futboll, as për atë që e shikon futbollin, as për atë që luan në sallë të vogël domethënë. Ne jemi duke fol për ata që janë profesional, domethënë paguhen. Se domethënë ata futbollerët profesional marrin rroga. Ti tash ai nëse e le mundet më. Po ka mundësi mu marr veç. Nuk i lejohet me lënë namazin. Duhet me fal namazin kohën e vet ose nëse është jashtë qytetit vet për shembull lejohet bashkimi i namazit, bashkimi dhe shkurtimi i namazit. Nuk i lejohet me lënë namazin. Tash në këtë rast kanë pas problem disa futbollistë të mëdhenj, domethënë profesionalistë në futboll që janë ndërkombëtarisht për ekipe të mëdha, Real Madrid, Bayern München, ka musliman, për shembull ke Franck Ribéry. Është francez, ama e ka pranu Islamin. Ai në Bayern München kanë pas probleme me trajnerët se a ma agjeru, a mos ma agjeru. E tash une për vete, jo që s'kam fetfa, po kisha pas dëshirë me dhonë disi bashk këtë punën e Ramazanit. Se për namazin, në asnjë farë mënyrë nuk njët. Mirë po për Ramazanin, nëse ka ndonjë fetfa tjetër. Nuk ka fetfa, sa fillimisht nëse janë vendin e vet, aty jetojnë banorët, ata s'kan arsyje mos ma agjeru. Se qëllimi i njeriu është madhru Allahun, jo me lut futbollin. E tash adhurimi i Allahut ka përparësi para, jo as nuk krahasohet me futbollin. Ama është rrugë, për shembull që ndodhen kanë shkojnë trajnim special jashtë qytetit vet, në udhtim gjatë, për shembull 100 km. Kam dëgjuar diçka se hoxhallar dikon në Saudi, në Egjipt ju kanë dhënë fetva me dallim dikujt për në Evropë. Në Europë, do më thonë për ato futballerët e mëdhej që se këto bisedohu për një ditë. Se e këtë muajin e Ramazan, nuk ka mundësi me lujt futbol. Njëri ndonjëherë merr se o i li, pa foto ata shqiptarët, nësi shqiptarë si musliman, ku s'duhet dallaverët i kemi, me babën, me nanën, me në shkollë, për me ikë. Mu para 3 ditëve një djalë i ri në shkollë për më vetë, thotë hoqë, a ka mundësi me ikë më prej shkollë më shku në gjëman. Thash, haram e ki gjëman. Wahabit. Po thashti qëllimi në shkollë ke ardhë me në qëllim me mësu. E pastaj thashti ende si ke një pubertet. Kur të hish pubertet, as gjëmon s'ki me falë, as shkollë s'ki me shku. Thash ne kemi nevoj për njerëzit që e kanë kuptu namazin më ardhë në xhami. E jo me ikë prej pse. Në fundit gjëmaja është për ata që janë të lirë, jo për ata që janë në punë. Ama këtu janë do çështje që unë e kam dëgjuar, nuk e di sa qëndron kjo, me siguri nëse keni ju ndonjë argument më. Unë jam të folë më argumente tash, por jam duke folë më që kam dëgjuar se dikujt për mes me humb atë vazhdimsinë se ai për shembull si musliman ka arrit dikun, e tash në ekip madhe e me largu nga edhe pse nuk ndodh se e kanë paguajt. Për shembull tash futbollerët blejnë kanë 100 milion, 50 milion euro. Ta, shikosh, nëse analizojmë pak më thellë, ti e din shumë mirë se sportistat e tyre ku kanë trajnime i kanë ndaluar me shumë sene. Ata s'po i respektojnë harame, domethënë që bëjnë ata, se në kohën e trajnimit e kanë obligim me rujt fuqinë. Në gjin ata shkojnë harame. Ata kanë ndaluar me ligjet e mëdha sportit. E shkon haram po nëse respekton komandën e trajnerit, domethënë e muslimani me lën urdhin e Allahut për urdhin nuk krahasohet, nuk ka mundësi këtu me zbut diçka sepse është nuk respektohet krijesa të bëhet mëkat krijuesit. E para e dyta, meselën që përmendet namazin i xhumos është obligim për atë që është i lirë, se xhumoja është e lirë për këtë. Se të na mësojnë e punën e çka tjetër, ama muslimani i mençur është ai i cili e bën edhe punën edhe namazin, edhe shkollën edhe namazin. Me bëhet domthon koordinim edhe kombinim. Në këtë rast ta potencoj që unë e thash, a keni biseduar me arsimtarin? Anglisht kanë, si se unë gjëmon kanë anglisht në orën e 6. Po, thash unë kam e folë me arsimtarin, mirë po, si se në njavë ka 5-6 fëmijë keni me shku. Jo, kritë klasa me njerë. Edhe arsimtarin tha nuk ka problem. Dhe me thonë, nësi musliman duhet me i provu, ditë me provu me folë, jo me mendu negativisht, ja, pëse ai mundet me smena